Përshëndetje Sokol, faleminderit Përshëndetje. që ke ardhur në podcastin ACT. Do Faleminderit. të tregoj shkurtimisht, podcasti ACT është një produkt i projektit Shërbime Shëndetësore të Integruara, apo projekti IHS. Është konceptuar si një platformë diskutimi për tema të ndryshme, por që lidhen me shëndetësinë dhe specifikisht me smundjet kronike jo ngjitse, që janë edhe fokusi i punës së projektit IHS. Unë falenderoj në radh parë që ke gjetur kohën të vish nga Tirana në Prishtinë për të zhvilluar një punë të ri me përfaqësues të institucioneve të ndryshme shëndetësore të Kosovës. Dhe kjo punë të ri temën e ka komunikimi shëndetësor. Kështu që dhe gjatë këtij podcasti do të flasim për komunikimin shëndetësor. Shumë faleminderit Linda për ftesën. Është kënaqësi që të jem në podcastin tuaj, dhe është gjithashtu është privilegj që të jetë një podcast i drejtuar drejt nga ty. Unë gjithmonë me kënaqësi vi në Kosovë, por është dyfish kënaqësia kur vi për të folur për komunikimin dhe komunikimin shëndetësor, i cili është edhe në fokusin e punës time përditshme, si specialist i komunikimit pranë organizatës botërore të shëndetësisë në Shqipëri. Do të jetë kënaqësi sepse do të jem midis kolegëve që janë specialistë të komunikimit të institucioneve shëndetësore. Unë gjithashtu vi kam kaluar nëpër institucione ku kam qenë specialist komunikimi, institucione shtetërore dhe jo vetëm. Dhe pres me padurim ditën e fillimit të trajnimit edhe të kontaktit me kolegët. Përveç se si specialist i komunikimit, ti vjen edhe nga bota e medias. Më herët ke punuar gazetar, redaktor, kryeredaktor. Kështu që besoj gjatë bisedës sot do të flasim për komunikimin shëndetësor me perspektiva të ndryshme. Edhe si specialist i komunikimit për edukim, edhe informimi, si të mbrohemi nga dezinformatat shëndetësore dhe tema të ngjashme. Po, është me thënë të vërtetën është një benefit dhe është favor shumë i madh që të njohësh edhe anën tjetër të medaljes. Duke qenë në fushën e komunikimit, ti njeh njërin anë të medaljes, realitetin me të cilin një institucion shëndetësor ose një institucion çfarëdo në fund ditës dëshiron të shpërfaqet tek publiku, por duke pasur një background ose një sfond si gazetar, je automatikisht i armatosur edhe me vetdijen e publikut, që jo gjithmonë përputhet me atë që do një institucion shëndetësor dhe jo shëndetësor që ti paraqes publikut. Pra, them se kjo është një vaksinë shumë e mirë imunizimi, vaksinë e cila të ndihmon për ta jo për ta çmitizuar, po për ta shenjtëruar pak fjalorin shkencor ose fjalorin profesional me të cilin priren zakonisht institucionet që të shprehen. Kjo çështja e fjalorit që përdoret në komunikimin shëndetësor është me shumë rëndësi dhe besoj do ta shtjellojmë pak më tutje edhe gjatë bisedës. Pyetja ime e parë për juve. Komunikimi shëndetësor është më shumë se vetëm këmbim apo shpërndarje e informacionit, por ka të bëjë edhe me krijimin dhe ndryshimin e sjelljeve nga publiku. Nga përvoja juaj e kombinuar si gazetar, si ekspert i komunikimit shëndetësor, si ka përcehet ky hendek ndërmjet tencës dhe tregimit? Kjo është një sfidë e përditshme, ka shpjegime të gjata, ka shpjegime shkencore, po ka dhe shpjegime dhe çelësa praktik të thjeshtë. Në përvojën time unë mundohem të përdor këtë dytën, mundohem që sa herë do të duhet të komunikoj një tekst, një material, një mesazh, i cili, siç e the me drejtë, është kur flasim për mjekësinë sidomos, priret ta ketë edhe një dozë më të lartë, të themi zhargoni të rëndet pa kuptueshëm, sepse mjekësia është e atill, kjo është e gjithë pranuar. Po mënyra praktike se si mundet të dikush të shkojë tek veshi i atij që dëgjon pa u dukur si Horaci ose Ciceroni, është që gjatë gjithë kohës të ketë në vetdi ose është përfytyrimi, të përfytyroj dikë gjatë kohës që shkruan, përfytyroj njeriu që është duke lexuar, ose ta përfytyroj atë që është duke shkruar, më falni, sikur është duke e thënë, duke folur. Ta përfytyro komshiun, përfytyro kamarierin e lagjes tënde, përfytyro një shofer taksie dhe mundohu t'ja thuash atij
Pra informacioni që shkëmbej si bisedë. Informacioni ti duhet ta mendosh fillimisht si bisedë dhe pastaj do ta formatosh atë dhe ta shkruash. Mendoj kjo është një mënyrë se si mund t'i qëndrosh besnik kontentit, përmbajtjes shkencore ose përmbajtjes profesionale që ti po mundohesh t'i japësh publikut, po njëkohësisht edhe i drejtë me publikun, sepse nuk ka vlerë informacion i cili s'do të kuptohet nga askush. Komunikimi ka ndodhur, pala tjetër kupton sakt atë që ke dashur të thuash. Absolutisht. Ne duhet ta shikojmë veten si tela për qiellës ose si tuba uji, tuba dhe gypa uji, ku qëllimi është që kur të hapi çezmën ai në fund të ketë ujë, kupton, dhe uji të jetë i pishëm, mos jetë, nuk e di, një pije energjike ose një lëng tjetër pa mos jetë karburant, le të themi. Jo të gjitha kanë qasen e barabartë në informacione të sakta edhe të besueshme. Si mund sigurohemi ne që punojmë në fushën e komunikimit shëndetësor, që mesazhet shëndetësore të kuptohen sakt edhe qartë edhe nga grupet më të marginalizuara të shoqërisë? Kjo është gjithashtu një sfidë shumë e madhe. Implikon jo thjesht përpjekjen tonë të vazhdueshme për të folur thjesht. Kjo ka nevojë edhe për një sforcim ose një tendosje për të diversifikuar mënyrën se si mjetet me të cilat ne shkojmë tek publiku. Nga një përvojë jo drejt për së drejti me komunikimin shëndetësor, unë kam pasur përvojë më parshme si oficeri specialisti i komunikimit pranë avokatit popullit në Shqipëri. Dhe ne po vinim re që nuk po vinin ankesa nga të rinjt, nga rinia. Të vetmit që ankoheshin ishin mosha të vjetra dhe vum re që metodologjia se si mblidheshin ankesat ishte nëpërmjet vizitës personale të një nga zyrat e avokatit popullit dhe plotësimi një forme me shkrim dore dhe befas kuptuam që shekulli 21 ta kishte kapur pa përgatitur dhe menduam që rinia nuk kishte për të ardhur kurrë, sepse me gjas 90% të rinjve nuk kanë stilolaps ose pen me vete për të shkruar, le më të kenë dëshirën të vinë në një zyrë dhe të ankohen se janë bullizuar, se i kanë dhënuar, janë diskriminuar e gjithçka tjetër. Dhe të rinjt nuk janë vetëm të rinjt të themi komunitetit shumicë, por janë dhe të rinjt të grupeve të ndryshme të lloj-llojshme, po themi. Dhe ishin që të gjithë absent, që të gjithë. Atëherë ne menduam që përderisa ata nuk vinë dot tek ne, sepse kjo është forma që ne kemi tradit, kemi trashëguar, duhet të gjejmë një mënyrë që ne të shkojmë tek ata. Dhe ne përpunuam një aplikacion mobile i cili me thënë vërtetën pati sukses menjëhershëm dhe ne vum re një ndryshim të demografisë ankesave brenda pak muajve. Ose të themi një lloj balancimi, jo ndryshim, më thënë që të kalonte krejtësisht tek rinia. Pra, kam përshtypjen shpesh duhet thjesht menduar ku janë këta njerëz, ku furnizohen ata dhe me çfarë rrugësh ndjekin ata për të furnizuar me informacion. A është televizioni, a janë deklaratat për shtyp, a janë konferencat për shtyp, a janë emisionet radiofonike, a janë mesazhet SMS në telefon, rrjetet sociale. A janë, nuk e di, një koncert ku një influencues jep mesazhe, më thënë rrugët janë pafundme, po thjesht ne duhet mendojmë, duhet lëvizim shumë, duhet takojmë shumë njerëz, duhet të dalim nga zona e komfortit, edhe duhet absolutisht të shkrihemi me turmën. I përmendëm shumë forma të ndryshme se si mund komunikohet mesazhi, që të arrijë atje ku ne duam që të arrijë ky mesazh. Mirë po nga gjithë kjo larmi e kanaleve të komunikimit mund të ndodhë që tek pala tjetër të arrijë dhe keq informimi ose dezinformata. Cilat janë disa strategji efektive që profesionistët shëndetësor mund të përdorin për të siguruar që qytetari dhe sidomos pacienti të marrë informacionin e qartë dhe në mënyrë të kuptueshme? Unë mendoj që ne duhet bëjmë detyrën tonë mirë. Pra ne nuk duhet I lëmë gjë mangut produktit ton. Produkti ynë duhet jetë I furnizuar mirë me të dhëna shkencore, me referenca shkencore, duhet jetë I bazuar në fakte, pavarësisht mënyrës se si ne zgjedhim ta themi, thjesht me gjuhë popullore, gjysmë formale, tërësisht formale, por, me thënë, është e pashmangshme që ai duhet jetë një informacion I sakt, duhet jetë një informacion I bazuar, duhet jetë një informacion në kohën e duhur, nuk duhet jetë I parakoshëm, nuk duhet jetë dhe I vonuar, absolutisht.
do thënë janë që të gjithë komponentë që mund të çojnë te dezinformimi, mund të çojnë te paniku, mund të çojnë te keq kuptimi, mund të çojnë kudo, nëse nuk trajtohet në mënyrën e duhur. Pra është përgjegjësia jon, do thënë është përgjegjësi profesionale e atij që përpilon produktin. Është përgjegjësi e tij edhe nëse burimi, nuk e di, personi teknik të cilin ne do t'i referohemi, do të marrim informacionin prej tij, prej cilit pastaj ne do të përpunojmë, do të nxjerrim një produkt. E ka kohën, se ka kohën, ka një gjuhë ambige, ka gjithë problemet e veta, është prapë përgjegjësia jonë që ne ta sjellim atë në gjendje të pranueshme ose në gjendje të kuptueshme. Pra është një detyrë me përgjegjësi të lartë, duhet kryer me përgjegjësi të lartë, duhet kryer me ndershmëri dhe duhet kryer me korrektësi. Njerëzit shpesh informacionin shëndetësor e interpretojnë bazuar në përvojat dhe besimet e tyre. Cilat do të ishin disa mënyra efektive që mesazhet t'i përshtaten audiencave të ndryshme, sidomos kur kemi të bëjmë me gjendje shëndetësore të ndjeshme apo të padukshme, sikurse është shëndeti mendor, diabeti, gjendje të tjera. Shiko, njeriu është ndërtuar në një mënyrë të tillë që zëri vetvetes është në gjendje të eklipsojë edhe jehonën më të madhe shumë miliardçe të gjithë botës, sepse sigurisht ka më shumë rëndësi mendimi ynë në gjendjen tonë natyrale, po them, se sigurisht në gjendje racionale patjetër jemi në gjendje të peshojmë. Dhe sidomos pastaj kur dikush flet nga përvoja një gjendje shëndetësore, një sëmundje, një problemi që ka pasur, bëhet edhe më i zëshëm ai zëri i brendshëm. Megjithatë, ne duhet t'i përgjigjemi kësaj, shpesh dalin dhe konkluzionet gabuara. Po unë vuaj nga diabeti, por nëse bëj pak bargaining, pak kështu pazar me veten time, po marr pak ushqime me sheqer, po kompensoj me këtë, po ndërkohë ti sheqerin përsëri e ke në trupin tënd. Atëherë ja sikur e gjeta një kompromis edhe e mbajta atë treguesin aty në nivel pranueshëm. Jo, ne duhet vazhdimisht t'i referohemi jo përvojës së një njeriu, patjetër është e rëndësishëm rrëfimi personal, patjetër, por duhet gjithmonë ta vendosim në kontekstin e së tërës. Çdo gjendje, çdo sëmundje e transmetueshme, jo transmetueshme, çfarëdo qoftë ajo, ka një kontekst, ka një demografi, ka një statistik, ajo është sfondi ku vendoset fotografia e rrëfimit personal të dikujt. Nuk mundet që vetëm një shembull i dikujt të përgjithësohet si rezultantja e gjithçka dhe të kthehet në normë pastaj, nuk mund normalizohet një rrëfim personal. Një rrëfim personal është interesant, është një zë që vjen nga një përjetim i brendshëm, patjetër, po kurse nuk mund të ketë peshën e të dhënave shkencore të mirëfillta, punës kërkimore edhe statistikave që janë absolutisht të rëndësishme në mjekësi edhe në çdo lloj shkence, me thënë vërtetën. Sëmundjet kronike jonxhice, sikurse janë diabeti, sëmundjet e zemrës dhe të tjera, shumë rrallë bëhen temë diskutimi publik. Pse mendoni se është kaq e vështirë që të gjenerohet urgjencë edhe nga media rreth sëmundjeve kronike jonxhice? Çfarë roli ka komunikimi shëndetësor për ta ndryshuar këtë qasje? Komunikimi shëndetësor, unë jam pak partizani, të themi, mund të quhet edhe një lloj prirje imja për të mos u turrur drejt urgjencës artificiale, për të mos krijuar panik të jo të domosdoshëm. Patjetër, këto janë sëmundje të cilat vetvetiu, për shkak se kanë një cikël të ngadalt, janë shoqëruese për shumë vite të jetës atij që është pacient që i vuan ato. Me thënë, e kanë pak të shurtë ndjenjen e urgjencës. Degradimi ose dëmi që ato bëjnë është i ngadalt, është gradual, shtrihet në kohë. Absolutisht, nëse ato lihen pa trajtuar, ato çojnë aty ku çon çdo sëmundje pa trajtuar, çon në humbjen e jetës. Humbja e jetës është gjithmonë tragjike, është gjithmonë e papranueshme, është gjithmonë të themi, nëse flasim si gazetar, është gjithmonë një lajm. Është një lajm dhe është një lajm që meriton patjetër të shkruhet dhe të bërtitet. Çfarë duhet bëjmë ne është që
patjetër mund të punojmë me historitë njerëzore, mund të punojmë, por ne në këto raste është ajo që po thonim pak më përpara, vlen shumë statistika. Diabeti, sëmundjet e zemrës janë vrasës masiv nuk e di, në Kosovë besoj se po edhe në Shqipëri janë ndër vrasit kryesor ato që marrin më shumë jetë njerëzish në vit, ndër sëmundjet që qarkullojnë edhe që janë pranishme. Kaq do mjaftonte për ta alarmuar, për ta bërë temë dhe për ta bërë, nuk mund ta bësh dot temë të përditshme, nuk mund ta trajtosh dot si një pandemi, edhe pse janë, me thënë vërtetën, aq përhapura sa që po të ishin sëmundje ngjitse do të konsideroheshin pandemi, por me thënë vërtetën është vendosja në kontekstin e kuantifikimi i tyre, dhënia për masës njerëzore, dhënia për masës numerike, të themi, në shoqëri, është ajo që me të vërtet mund t'i zgjojë njerëzve, mund t'i zgjojë njerëzve ndjenjën e vetdijes edhe patjetër edhe atë që është synimi i komunikimit shëndetësor, një jetë më shëndetshme, më kujdesshme, më e matur, më e balancuar dhe respekt më i madh për shëndetin. A mund të ndani një moment nga puna juaj, ndonjë fushat apo ndonjë komunikim ku keni parë drejt për drejt se si komunikimi i mirë ose komunikimi jo i mirë ka patur efekt, ka ndikuar në zgjedhjet shëndetësore të njerëzve? Po, fushata, kemi pas disa fushata interesante, fushata me ndikim, fushata, do të thoja, me peshë edhe që kanë pasur një lloj, kanë dhënë një lloj ndryshimi të prekshëm. Vitin e kaluar ne zyra jon, po jo vetëm zyra jon, por në bashkëpunim edhe me Institutin e Shëndetit Publik në Shqipëri edhe me Ministrinë e Shëndetësisë, në kuadrin e javës europiane të imunizimit edhe ditës botërore të imunizimit, të dyja në prill mos gaboj, ne përballeshim në atë periudhë me një rizgjim të çuditshëm dhe të kuptueshëm më vonë të flufit, një gati epidemi, e izoluar në një grup të caktuar shoqëror, antivax fetar do thoja, një komunitet në Shqipërinë e Mesme, që rrezikonte pastaj të kthej një bombë të përgjithshme. Në Shqipëri kishte harruar fluthin prej dekadash dhe po shikonim një zgjim shumë të çuditshëm. Dhe fatkeqësisht kjo po ndjehej edhe në disa vende tjera të Europës, dhe nga zyra jon rajonale ne patëm komunikime edhe për të dhënë shifrat tona çfarë po ndodhte në Shqipëri në atë periudhë. Ne morëm dritën e jeshile që të organizonim së bashku një seri fushatash, bisedash, trajnimesh, takimesh, edhe me komunitetin në fjalë. Nuk po e cilësoj cili komunitet ishte, po praktikisht po bëj fjalë për një refuzim masiv për të vaksinuar fëmijët e moshës vogël ndaj frutit dhe ishin duke u goditur në mënyrë të specifike ai komunitet. Ne ndërtuam një fushatë e cila përmbante një seri mesazhesh, jo vetëm rrjetet sociale. Me thënë vërtetën mua më ka ardhur pak edhe jam tronditur, biles ishte hera e parë që pyeta dhe gruan e kemi vaksinuar vajzën apo jo për frutin, sepse edhe vet u trondita, nuk e di, bëj fjalë për disa postera me prindërit që mbajnë për dorë një fëmijë i cili është pothuajse i cili përbëhet prej pikash të kuqe, të cilat janë si duke u shpërbërë. Dhe mesazhi ishte shumë direkt, fruti mund të shkaktojë vdekjen e fëmijës nëse ju nuk e vaksinoni atë, nëse merrni masa ta vaksinoni sa më shpejt etj. Siç ju thash, u angazhua me këtë fushat edhe Ministria e Shëndetësisë, e cila ndërmori postime edhe format vetat të saj atë punës në komunitet, edhe Instituti i Shëndetit Publik. Nuk kam shifrat sakta, nuk e di çfarë, me thënë konkretisht nëse pati një çrënjosje të plot, por fakti që nuk kam dëgjuar të flitet më me atë lloj emergjence siç ishim pranë verën e vjetshme, mendoj se kemi pasur një rezultat ndoshta nuk po them që është bërë zeza e bardhë edhe ka ndryshuar në mënyrë rrënjësore gjithçka, por çfarë do lloj rezultati sa do i vogël edhe një
edhe një fëmijë ose një numër sa do i vogël fëmijësh që vaksinohen, duhet i shohim si një sukses shumë i madh, me thënë vërtetën, edhe mendoj se ja ka arritur qëllimit. Cilat janë mënyrat më efektive për ta zbutur zhurmën e dezinformatave dhe për të shtyrë njerëzit t'ju besojnë më shumë burimeve që vijnë nga institucionet zyrtare? Më pëlqeu që përdoret termin për ta zbutur. Nuk mund të jemi absolut. Mund të shpresojmë që mund t'i zbusim ose t'i relativizojmë ato. Për mendimin tim duke përdorur dy armë ose dy tools, dy vegla, dy mjetet thjeshta. Mjeti i parë është të jemi profesional dhe korrekt në punën që bëjmë, dhe e dyta është dorë për dore me të, në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën masë dhe në të njëjtën gramatur, humanizmi, humaniteti, themi, njerëzia, duke qenë njëkohësisht dhe njerëzor ka një arsye pse ekziston dezinformata. Dezinformata nuk lind dhe nuk përhapet vetëm për shkak të keqdashjes. Unë kam arritur të kuptoj që shpesh në thelbin e dezinformatës është edhe dëshira për të kuptuar një gjë që ti nuk e kupton dot dhe për ta shpjeguar në mënyrën tënde. Ndonjëherë është edhe dëshirë sinqert për të qenë i pranishëm, patjetër, por është dëshirë sinqert për të thënë diçka ndihmuese, pavarësisht se ajo rezulton si një gjë e dëmshme. Janë njerëz që shpesh mendojnë se duke parë video të shkurtra me këshilla mjekësh popullor ose duke lexuar tregime sensacionale, konspirative, ku ta di unë, duken bindë se jo për fajt tyre, shpesh, dhe mendojnë se krijuan dijenin e mjaftueshme për të folur pastaj rreth gjërave gjërave që kanë dëgjuar. Pra jo gjithmonë është keqdashja, edhe pse shpesh është keqdashja, keqdashja patjetër meriton kundërpërgjigje serioze dhe të vendosur, por duhet kemi gjithmonë një rezervë të kuptuarit të natyrës njerëzore, natyrës se si njeriu ose të mënyrës se si njeriu i lind nevoja për të shpalosur, për të manifestuar për të kumtuar një mendim. Nuk duhet jemi brutal, nuk duhet jemi fyes, ne duhet jemi korrekt, duhet jemi të qetë, duhet jemi të qartë, po gjithmonë duhet mendojmë që po u flasim njerëzve, jemi dhe vetë njerëz, po absolutisht edhe ata që janë nga ana tjetër e llogores, janë dezinformues ose keq informues, mal informues, janë edhe ata njerëz të shtyr nga motive të ndryshme, të cilat gjithashtu janë njerëzore. Po publiku, cila do të ishin disa këshilla praktike që mund t'i ndaje me ta, se si të ruhen nga dezinformatat dhe nga keqinformatat në fushën e komunikimit shëndetësor? Kjo është gjithashtu një sfidë shumë e madhe. Duhet ta vendosim veten në vendin e publikut. Fatkeqësisht sensacioni tërheq më shumë vëmendje edhe kuriozitet sesa një lajm i zakonshëm, do thoja i formuluar në mënyrë pa fjalë të mëdha edhe po çfarë duhet bëj publiku? Publiku duhet, dhe këtu po flas si publik, çfarë do të bëja vetë. Për fat mirë kemi atë kartë të bardhë që mund të lëvizim brenda ditës dhe brenda një ditë njëri sa nga ana e publikut, rolet ndryshme, është bekim, me thënë vërtetën. Po publiku mendoj që duhet edukoj tek vetja një lloj disipline dhe një lloj kujdesi të ndryshëm për sa i përket mënyrës ose themi rastit kur merr informacione shëndetësore ose lajme që kanë të bëjnë me shëndetin, duhet të trajtohen një lloj siç trajtohet shëndeti vet. Ne nuk sillemi një lloj si njerëz zakonshëm kur shkojmë tek doktori dhe kur shkojmë tek berberi, ose kur shkojmë në spital dhe kur shkojmë në restorant. Sjelljet tona janë të ndryshme. Jemi sigurisht shumë serioz kur shkojmë në spital. Ose kur shkojmë vizitojmë një mjek, takojmë një mjek, të kryejmë analiza, teste shëndetësore. Patjetër ka dhe shqetësim brenda, ka dhe preokupim, ka pritje prej së panjohurës, por në një restorant ose kur po presim flokët jemi tjetër njerëz.
Këtë gjë duhet bëjmë edhe kur jemi përballë lajmeve. Një lajm i showbizit, patjetër mund t'i lejojmë vetes t'i ulim ato heshtat dhe mburojat e kështjellës, ndërsa kur kemi të bëjmë me një lajm ku shëndeti është implikuar, s'ka rëndësi se për çfarë po flitet për ngjyrën e syve, për mëlçin, për zemrën. Patjetër duhet ta trajtojmë me seriozitet, duhet ta edukojmë tek vetja, kam përshtypjen është punë vetë edukuese dhe vetë disiplinuese. Pak e vështirë në kohën ku jetojmë. Zhurma është e madhe, distraksionet edhe hutimet janë të shumëanshme, janë të kudo ndodhura, janë të çdo koshme, shumë të shpeshta, por mendoj që do t'ja vlente me të vërtetë që t'ja bënin vetes këtë të mirë, të ndihmonin dhe njerëzit tanë të afërt që ta ndërtonin këtë vetdije, edhe ta edukonin tek vetja e tyre, ta fuqizonin ndjenjën e kritikës gjatë kohës kur ekspozohen me një informacion ku është shëndeti implikuar, ku flitet për shëndetin. Faleminderit shumë Sokol. Më pëlqeu shumë kjo bisedë se si duhet jemi të kujdesshëm gjatë komunikimit shëndetësor, që të përzgjedhim fjalët e duhura, tonin e duhur dhe mënyrën e duhur për të ndikuar që komunitetet tona të jenë gjithmonë e më të shëndetshme. Nëse edhe ty të pëlqeu kjo bisedë, të ftoj të abonohesh në kanalin tonë në YouTube. Patjetër. Dhe mezi pres të kemi ditët e trajnimit në vijim me kolegët tanë nga institucionet shëndetësore dhe shihemi në podcastet e tjera. Shumë faleminderit Linda, ishte një kënaqësi shumë e madhe. Ju e keni që tani një ndjekës të ri, mund më llogarisni ndër ta, dhe patjetër me kënaqësi pres që të fillojmë trajnimin me kolegët gazetarë dhe specialistë komunikimit.